edhe në ambiente publike. E përmenda në fjalën time që ndjekja penale për krime zgjedhore nuk mbaron me fushatën zgjedhore. Edhe për vitin 2026 që ne nuk kemi në një periudhë zgjedhore, janë regjistruar 2 procedime penale për krime zgjedhore. Pra, ndjekja penale funksionon gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm në vitin zgjedhor apo në periudhën zgjedhore. Për sa i përket rastit që pra problematikës që përmendët në lidhje me praninë e oficerëve në njoftimet që ju keni bërë, sigurisht që edhe mund të ketë raste vonesash, por nëse rikthehemi propozimit tonë të parë, pikërisht prandaj duhet edhe ai koordinimi më i mirë institucional, që edhe nëse nuk është i pranishëm një oficer hetues në atë moment për të marrë një kallëzim që duhet të jetë depozituar në formën e bashkuar me ligji, mund të jetë një punonjës i shërbimit tjetër gjyqësor, i detyruar që të vi sa më shpejt dhe të kryejë veprimet e para hetimore. Tani te pyetja e fundit, pyetja 6, ju keni punuar vetë gjyqtarë dhe mendoj që keni qenë gjyqtar i Zotit. Nëse unë do vija në seancën tuaj dhe do thoja që kam dëgjuar që flitet që janë paguar 600.000 euro për zgjedhje në këtë qark, po ta pranoni si provë për të akuzuar dikë tjetër? Jo, kështu po flasim. Ne, pra, jo do ndalë, jo pa dashur që pra sigurisht flitet, mund të ketë perceptime, mund të ketë opinione, por vendimarrja e sesionit të prokurorisë do të bazohet kur ekzistojnë provat. Dhe përgjegjësia shkon atje ku të çojnë provat. Dhe ne kemi theksuar të gjë, e kuptojmë që ka një perceptim të tillë. Ka dhe pritshmëri shumë të larta për institucionin e SPAK-ut. Por në fundit vendimarrjet, edhe pse janë ato numra, janë nisur në ato raste që janë siguruar prova sipas mënyrës pashikuar me ligj, në mënyrë që të kemi një vendim gjyqësor të suksesshëm për akuzën. Për sa i përket arrestimeve, nuk ka kapacitete operacionale SPAK-u që sot të bëjë arrestime të personave në kërkim. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendime të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim real dhe kemi ngritur vazhdimisht dhe të shqetësim. Nuk mund të themi nëse kjo është me dashje apo nga pamundësia. Aman, rezultati është i dukshëm. A kemi një strategji? Është herët, nuk dua të bëj diçka publike sot, por ajo që mund të them është që po mendojmë një reagim të ndryshëm institucional ka SPAK-u për të qenë i aftë të bëj vetë këto veprime të veçanta të natyrës operacionale. Faleminderit. Faleminderit, zoti Brau. Përpara se sa t'ja kaloj fjalën zotit Kaso, pra koleg edhe për procedurë, një element i parë që ne kemi sot për diskutim është efikasiteti i masave penale. Dhe një numër i pyetjeve dhe përgjigjeve lidhen pikërisht me këtë. Tani kjo s'është në fakt nuk është në përgjegjësinë e SPAK-ut, por jo vetë tani ka dalë lajmi që në rastin e një kryebashkiake, zonjës Bufi, gjykata e njëjta gjyqtare që është shumë e njohur nga opozita, Irena Gjoka, ka pushuar, pra ka shpallur të pafajshme zonjën Bufi, pavarësisht që keni kërkuar juve pra efikasiteti i sistemit është ky. Perceptimi që ka sistemi është nuk janë çështje të rëndësishme. Pavarësisht se është dukshëm, më besoj edhe nga fjala e zotit Brau do ketë një ndryshim dhe ne do punojmë për këtë. Kjo do të jetë temë edhe në diskutim me prokurorinë. Por një komenti shumë i shkurtër në lidhje me patronazhimin, vërtet s'ka vepër penale të patronazhimit. Po patronazhimi që doli në raportin e IBAR-it tani, rrjetet, pra është hera parë që del në një raport ndërkombëtar, rrjetet e patronazhimit si problem, si aspekt negativ, bëhet për shumë arsye. Nuk është vetëm për të ditur si do të votoj Oert Byllykbashi, por për të identifikuar ata personat edhe vulnerabël që ose për të jetë një formë tjetër që s'ka lidhje me korrupsionin zgjedhor, por mund të jetë pikërisht për të identifikuar personin i cili do të joshet për të votuar në një mënyrë ose tjetër nëpërmjet korrupsionit zgjedhor, qoftë para apo forma të tjera.
Pra mund të hetohet, duke hetuar sistemin e patronazhimit, goditen elementet e sistemit patronazhimit pikërisht nëpërmjet veprës që është kompetencë juaja, tjera i ka prokuroria e zakonshme. Pra, nëse ne kërkojmë një vepër me atë emër, sigurisht mund të dhe mos ta godasim, por është një sistem i cili po shpartallon zgjedhjet nga koka te këmbët dhe ka një element, është e pamundur të ngrihet një sistem piramidal, hiper efikas, hiper i furnizuar me informacion dhe me para, nëse kjo nuk vjen nga kreu i ekzekutivit. Dhe sigurisht mund të mos bëjmë një vepër penale patronazhimi, mundet vendosim vepra të reja, por ende juve keni, besoj të dy prokurorit, keni instrumenta në dorë që të godisni tek nyjet kyçe për ta ndaluar këtë. Po ja kaloj fjalën për të bërë pyetje zotit Kaso. Faleminderit. Faleminderit zoti bashkëkryetar. Falenderoj drejtuesin e prokurorisë posaçme për prezencën e tij sot. Qëllimi i komisionit në organizimin e këtyre seancave dëgjimore sigurisht ka qenë ai i marrjes perspektivës tuaj lidhur me efikasitetin e institucioneve ligjzbatuese në pjesën e parandalimit, por dhe të ndëshkimit të krimeve zgjedhore, gjë që jo vetëm sipas asaj që ne kemi konstatuar, por edhe sipas raporteve ndërkombëtare deri më sot ka rezultuar e pamjaftueshme. Unë vlerësoj prezencën tuaj sot, jo si një gjë të mirëqënë, sepse në fakt qasja e institucionit tuaj në raport me krimet zgjedhore deri më sot nuk ka qenë e tillë, pra le të themi partneriteti si ky që duam të zhvillojmë duke nisur nga seanca e sotme, por një qasje ndoshta izoluese, pasi kemi qenë ne si përfaqësues të opozitës, cilët kemi iniciuar me një pjesë të kolegëve tuaj iden që më pas u konkretizua të ngritjes task forcave për parandalimin e krimit zgjedhor, në shembullin e një task force që funksionon jo më larg se Kosova, por në atë kohë institucioni juaj ka qenë refraktar në qoftë edhe në krijimin e takimeve formale ose të bashkëveprimit institucional, duke i konsideruar në një farë mënyrë partitë politike vetëm si subjekte të punës vetë dhe jo si bashkëpunëtor të punës vetë. Desha të di a ka qenë kjo një qasje që ju mendoni se ka funksionuar, e lidhë të jo vetëm me refuzimin për të krijuar kontakte institucionale me partitë politike cilët si aktor kryesor të procesit zgjedhor janë edhe aktor kryesor që furnizojnë institucionin tuaj dhe prokuroritë e tjera me materiale lidhur me shkeljet zgjedhore, me krimet zgjedhore, me kallëzime penale e tjera. Gjithashtu me faktin që deri në ditën e zgjedhjeve ka qenë pamundësi për të referuar në kohë reale ose për të bashkëvepruar në kohë reale me institucionin tuaj për shkak të një mungese të një mekanizmi të një kontakti në kohë reale, pasi edhe numri i kontaktit dhe mekanizmat e tjerë të vendosur në dispozicion në faqen e SPAK-ut ishin bërë të paksesueshëm, çka na ka detyruar ne si parti politike që deri ditën e zgjedhjeve shkeljet të cilat kërkoheshin që të procedoheshin ose të ndiqeshin nga ana juaj në një kohë reale, jemi detyruar t'u përcjellim nëpërmjet emailit, pra një mënyrë jo shumë efikase. Mendoni që kjo lloj qasje, pra për ta sintetizuar pyetjen, duke i parë partitë politike si subjekte të punës tuaj, por jo si bashkëpunëtor, ka qenë një qasje e drejtë dhe një qasje që ndihmon parandalimin dhe luftën me efikasitet të krimit zgjedhor, apo është një qasje që mund të ndryshojë duke filluar që nga dita e sotme në këtë bashkëbisedim që kolegët kanë të drejtë që e vënë perspektivën e dur, nuk është moment raportimi, por doja ta shihem shumë si një moment bashkëveprimi me ju dhe institucionet e tjera për të marrë po aq sa japim ne shqetësimet tona dhe një feedback nga ana juaj se si mund t'i zgjidhim këto shqetësime. Kjo ishte pyetja e parë, kam edhe dy pyetje tjera shumë të shkurtra. Pyetja e dytë lidhet me shifrat që ju dhat, që ishin shumë interesante.
për sa i përket vetëm problematikës zgjedhore. Një shifër më ranë sy, jo ajo e referimeve nga Policia e Shtetit, që ishte në masën 46% nëse nuk gaboj, dhe nuk u bë asnjë pyetje për kë i kishte ato 46% të gjithë referimeve Policia e Shtetit, sepse duke patur statistikën e vitit 2023, cilat 100% e referimeve të Policisë së Shtetit ishin ndaj eksponentëve të opozitës, a thua se opozita kishte pushtetet që të ndikonte zgjedhjet, nuk kam dyshim që ky 46% ka të bëjë vetëm me opozitën, por më ra në sy shifra që ju raportuat për sa i përket hetimeve ose procedimeve të nisura kryesisht nga ana e SPAK-ut, që ishte mos gaboj 28%, po ishte gjithsesi diçka më shumë se 20% e totalit për 46 procedimesh të iniciuara, nga të cilat për fat keq vetëm 10% tyre, pra vetëm 4 çështje kanë shkuar në gjykatë. Kjo do të thotë që minimalisht as çështjet të cilat SPAK-u i ka filluar me iniciativën e vet, pra as çështjet që vet ka hapur SPAK-u, ti lëmë një anë ato të referuara nga opozita, ti lëmë një anë ato të referuara nga Policia e Shtetit dhe institucionet e tjera, as ato nuk kanë përfunduar në gjykatë. Tani kjo mungesë procesimi e këtyre çështjeve, sepse logjika ta do që minimalisht çështjet që ju filloni me iniciativën tuaj ka mjaftueshëm material që ato çështje të përfundojnë në një farë mënyrë në gjykatë. Kjo mungesë e procedimit në kohë të këtyre çështjeve, pra që nuk